Atëherë kthehemi me bisedën në studio. E kemi tani në studio futbollistin e skuadrës së Dritës, Almir Ajzeran. Faleminderit shumë Almir që je sonte me neve. Faleminderit për ftesën. Një ndeshje që mbetet në histori të skuadrës Dritës, fitoria e parë në kuadër të Ligës së Konferencës. Çka realisht do të thotë për ty personalisht, po në aspektin e ekipit? Po realisht në aspektin ekipor edhe në aspektin e përfaqësimit të shtetit Kosovës është mendoj një sukses mjaft i madh. Domethënë ne si shtet i ri edhe si ndërtim në zhvillim e sipër, mendoj që është një fitore historike si për klubin, po ashtu edhe si për mua personalisht. Ishte domethënë goli fitores, ishte diçka që nashta edhe e kom ndruar dhe kom prit këtë moment prej vogël edhe vjen shumë mirë, është një ndjenjë domethënë e papërshkrueshme personalisht. Goli debutues në Evropë, a tha edhe vetëm me veten më në fund? Po normal, ne ke momenti i dur edhe na çdo ndeshje prej fillimit kur jena kualifikuar për fazën e grupeve, kena menu në çdo lojë kur tina me shiun maksimum. Po tash lojë mas loje tu e po që ekziston për një me mundësia dhe me kalu grupin, aspiratat që në rritë edhe normal. Këtë 3 pikë domethënë është e imërësor dhe na bën hala më të fortë dhe na motivon hala më shumë që me vazhdu ëndrën, a vëden, jo me pos një limit, po pse jo me dalë edhe për te limite. Kur qelen Almir librat e historisë, kur lexohet historia e klubit, thuhet që goli i parë i fitores në garat evropiane e ka realizu Almir Ajzeraj. Në aspektin personal, sa është krenari për ty? Po normal, thash është diçka, është një ndjenjë e papërshkrueshme, po sidomos nështë mas një kohë që po thuhet mas disa viteve diçka në momentin kur ten edhe kur e lexon edhe ka me kon diçka alo që ka me të bëjë një alo ma krenar. Edhe normal unë jam lojtari i ekipës, po gollat janë të mirë se ardhen edhe mendoj që do na më shënua alo më shumë edhe ku me vazhdu me punu që me shënua alo më shumë e me shkruaj histori alo më shumë, si për heti si për klubin. A keni festu mirë vële? Po, kena festu. Në realisht momentin e shënimit golit në këtë që jam gëzu thellësisht. Se kupton realitetin, alo. Po, jam gëzu thellësisht kështu mrena kogja shumë, po në aspektin kështu diçka në fush jo, e kom majtë me thonë veti, po ku diçka për te gëzimin me thonë. Kusht ka kontaktu i pari, Almir, për me ta uru? Familja, normal. A është familja dhe ai qëllimi kryesor ku je tash, atyne që falenderohesh mas shumti? Po normal, Zotit edhe familjes. Gjithmonë dihet që familja është primare në çdo sen edhe para familjes është vetë Zoti, pastaj shoqëria, gjithë komuniteti sportiv më ka ndëruar dhe besoj që është një ndjenjë, një emocion që për një me të bën më një krenar, jo veç për vete, po për ekipën, për lojtar, për çdo dashamirës të futbollit të Kosovës. Drita ende nuk ka psu humbje në Ligën e Konferencës. A e kishe besu në fillim këtë ecuri? Po realisht kena marrë parasysh me çfarë ambienti keni, tash është niveli krejt tjetër, pavarësisht Liga e Konferencës, po ka ekipe me shumë traditë. Ka ekipe me shumë traditë, po ne kena marrë lojt një ka një dhe tash jena shku ndeshje mbas ndeshje. Loja e parë në Finland ke debutuese, në ndeshje debutuese, mendoj që me një pikë në shtatë edhe pak më shumë të kishim pas guxim. Mendoj që edhe aty kishim mujt me fitu 3 pikë, po si do qoftë është debutimi edhe mendoj që ka një rezultat i mirë. Pastaj ndeshja tjetër me Omonien, një ekip realisht shumë i fortë. Ndoshta njerëzit në Kosovë nuk e di sa janë ndjeni për atë ekip, por ka një ekip që kena analizuar mjaft shumë. Edhe ka një ekip me cilësi individuale shumë të mëdha, domethënë. Po edhe ajo ishte rezultati i kënaqshëm, ndërsa kjo 3 pikë në lojën e tretë ishte, ç'më që është ambitur deri tash. Po tash do vazhdojmë ndeshje pas ndeshje dhe normal, çdo ndeshje do futemi për rezultat pozitiv të paktën barazimin, tani mos barazimit gjithçka është e hopur. Shumica njerëzve shohin si të lehtë për shembull ballavaqimin me një skuadër pasi shihet të lehtë në ekran, po sa është e vështirë me u ballavaçu me një ekip fizik si Shelbourne? Po tash mirë e njerëz mendojnë që është lehtë, po realisht Shelbourne pak a shumë njihet si ekip fizike edhe fillimi i lojës sidomos ishte shumë i vështirë për ne, sepse mas pari ndikon shumë fusha me bari natyral. Në Kosovë domethënë pothuajse të gjitha fushat e kemi me bari sintetik. Dallimi kur po lozim në Evropë është mjaft i madh, deri
po adaptumi në 20-30 minuta me shpejtësinë e topit, me lojën në ndryshim e tjera sene, po realisht ishte fillimi pak i vështirë, po pastaj tu kalu minutat duke marrë edhe na vetën edhe duke marrë edhe besim më shumë. Pastaj edhe mos të harrojmë edhe kartunin i kush ndikoi. Që ishte ndaj jush. Ndaj meje, po ndikoi mjaft shumë me që na arriti edhe vetë besimin edhe na dha halo më shumë guxim që me provu për me fitu edhe mendoj që e meritum fitoren. Pas kartonit kush mendoj që kem skuadër dominuese, patëm edhe raste të tjera, po dash më kry faktikisht 0-1. Janë edhe ndeshje tjera që ju presim vazhdim, po tash besoj është reali me prit që faza knockout është brenda vizionit ju, atje ku e shihni. Po normal, në thash na janë fillim një naivit për me shiu çdo ndeshje dhe me prit rezultatin normal pozitiv, po tash aspirata do zhvin tu rrit edhe mendoj që këtë kjo kryesorja që na me kom tok, domethënë se absolutisht. Se tash në ndeshjen e radhës se kena me Shkëndia është ekip mjaft i fortë dhe tash në opinion nuk e di sa e vlerësoj njerëz, po kanë një ekip mjaft mirë, po normal është stafi teknik që analizon çdo detaj dhe na letën kogja shumë nivel lojtarëve punën para lojës që me ditë pikat e forta, pikat e dobta. Po gjithsesi mendoj që me një organizim të mirë si të ekipit, si të stafit, mendoj që edhe të mundna me pas një rezultat pozitiv. Njëkohësisht kjo është pak edhe emocionuese edhe për shqiptarët, për faktin që ballafaqohen dy ekipe shqiptare në garat evropiane, që më herët ka qenë ndoshta pothuajse e pabesueshme. Po sidomos është një ditë para festës Klamurit, 27 nëntor, një ditë para 28 nëntorit, kam mendoj që ka me qenë një festë para festës, realisht, edhe besoj që ka me qenë stadiumi me mjaft shumë tifozë dhe shpresoj që fund fitoj më e mirët, fitoj drita. Almira Zeraj, unë personalisht edhe besoj shumica kemi pa të luajt pothuajse në gjitha pozitat. Cilën pozitë se ke luajt deri tash? Mendoj, pozita vetëm që s'kam luajtur është pozita e portierit. Në gjitha pozita tjera mendoj që i kam provu. Po në thash, unë jam lojtar i ekipës edhe normal, mendoj që çdo trajner që ka qenë edhe që është e drita e vlerësojnë punën time edhe unë vazhdoj me punu edhe besoj që klubi është në rrugë duhur për më zhvilluar alo më shumë, shpresoj edhe të jem pjesë e klubit. Po të kthehemi në kampionat. Sa dallon kampionati prej vitit kaluar, është më i vështirë si vjet, në parim më duk edhe për dritën, angazhimin në Evropë edhe kënej po del goxha komplikim. Po, mendoj që çdo vit Superliga ka pas ngritje edhe si vjet mendoj që ka më shumë cilësi se vitin e kaluar, ka skuadra të organizuara në çdo aspekt edhe ne mendoj edhe ne si ekip kemi rrit cilësim, po normal besoj që kanë ndikuar shumë edhe lodhja e ndeshjeve të Evropës, jo thimet, loja plus mos harrojmë kena pas edhe lëndime, 4-5 lëndime të lojtarëve që janë pjesë e përbërjes tonë. Ndikojnë çdo sen, po normal tash nuk arsyetohemi me lëndime me ato. Po, absolutisht. Futbolli këto i ka gjithmonë është njëjtë, po nëse nuk i ndodh ty, i ndodh tjetër kujt, po ne është normal. Po realisht ka ngritje cilësisë në Kosovë dhe mendoj që ka me shku alo ma shumë duke u rritë edhe në vitet në vazhdim. A jeni të kënaqur me atë që është pa deri tash në Superliga, është drita në rrugën e duhur? Mendoj që jena në rrugën e duhur, normal, çdo herë ka hapësirë për përmirësim, po besoj që na çdo ditë punojmë për me përmirësu si në çdo aspekt, domethënë edhe lojën edhe çdo sen, edhe mendoj që jemi aty, besojmë që deri në fund kësaj gjysmë sezone besoj që do shta dhe arrim vendin e parë, pastaj për janarit e anej besoj që do jemi akoma më konkret, më mirë në lojë, më mirë në rezultate në çdo aspekt në Superligën e Kosovës. A e ki ne ikon më rana të drita ma dos se ne ikon tjetër? Ne ikon që veçon? A i ki krejt? Nuk i kisha veçu, sepse seriozisht jena një grup i mirë edhe i shnoshi gjamve këtë janë të mirë edhe rrina, pothuajse komplet grupi rrina në stop bashk. Edhe shijojmë çdo moment, çdo stërvitje, çdo fitore, çdo sen. Mendoj që është shumë në rregull të drita. Kur përmendet emri FC Drita, çka do thot për ty? FC Drita tash nëse edhe pak në janari bëj 6 vite që jam pjesë e Dritës. Drita simbolizon intelektualet, nëse po dihet që tifoz intelektual janë të njohur në Evropë edhe më gjerë edhe mendoj që janë një shija e këtij klubi. Edhe domethënë Drita ka një rol të madh, ka ndikim të madh edhe në karrierën time si futbollist, po edhe ndoshta edhe në aspektin njerëzor. Aty më e ndjej veten si pjesë
e familjes Dritës edhe po ashtu e qytetit Gilanit, sepse edhe atje jetoj shumicën e kohës rri më shumë në Gilan se në Prishtinë. Mungesa e stadiumit ka ndikuar shumë sa i përket pjesës tifozëve dhe shumë të në raste është te jetë i limituar numri i tifozëve që marrin pjesë në përndeshjet e Dritës. Sa realisht është mungesë për juve futbollistëve mungesa e tifozëve në stadium? Po realisht arsye kryesore e mungesës tifozëve në stadium besoj që është stadiumi. Edhe fatmirësisht në fillim kur kum shku te Drita, kena luajtur në stadiumin e qytetit, aty kum po çfarë ndikimi kanë tifozët te Drita, po sidomos aty kundërshtarët tonë, sepse ndikoi ke mjaft mirë te motivi jo, ndërsa për kundërshtarin ishte më keq, kupton, edhe tash kur i na dalën në stadiumin tjetër, stadiumin ndim sintetik, besoj që ka ndikuar shumë sepse u zbe interesimi, u zbe për shkak mos hapësirës për tifozë, dhe mendoj që kjo është arsye kryesore që ka zbjellë interesimin e tifozëve. Po shpresoj që të ardhmen e afërt mu ndërtu stadium edhe mu rikthy tamam edhe intelektualt me ordë qysh i kohë dhe qysh janë kohën gjithë. Njone për të gjuzve po shkruan quhet me Ledim Berisha, po komenton në faqen tonë ku jemi live, po thot, a është e vërtet që te Drita njihet si Gjokerëve të Tushaj? Nuk e di që të them, jo, kështë, vetoni e lunë të gjitha pozitat sulmuese nështë, po e ka ma shumë aspektin se sa herë u hisi zavendësus ka kontribuar në gola. Okej, po. Në çfarë aspekte ka Gjokerin? Okej, jo, vetoni është domethënë lojtar që e lyp gollën shumë edhe normal edhe shënon belen këtë sezon nuk on vendimtar disa ndeshje në Evropë, pavarësisht që s'kena pas në shta rezultat pozitiv ose s'kena kualifiku. Ka qenë ka shumë golla normal edhe lëndimi i tij na ka mungu domethënë ekipës, i ka mungu një lojtar shpërthyes, domethënë është shumë shpërthyes edhe është diçka që kur nuk e pret pive tonit ai e bën. Është lojtar i validzueshëm. Edhe një pyetje sa i përket Dritës, si e vlerëson punën e trajnerit Zakaria Ramadani? Po nuk kam që e vlerësojnë titujt, e vlerësojnë suksesin. Jo, në aspektin kur ki punë trajner futbollist. Po jo, mendoj që trajneri Zakaria është një trajner mjaft i mirë, si në aspektin njerëzor, në relacion me lojtar, raportin me lojtar mendoj që e ka armën kryesore si trajner edhe lexon lojën te ona taktike këtu dihet më, e lexon lojën mjaft mirë edhe është nder edhe për neve futbollistat, sepse mendoj që i zhvillon gjithë lojtarët deri mos të ndejnë maksimumin e secillit janë zero dhe është kënaqësi me punu me të si trajner, po thash edhe ona njerëzore ka mjaft pozitive sepse na trajton edhe na gjithë lojtarët më thon pa dallim e imon si shok më thon, ta jepat ndjenjen e mirë. Edhe për fund po ndalemi pak te Kosova. Na pret ndeshje jashtëzakonisht e rëndësishme në udhtim tek kombëtarja Slovenisë, tash u konfirmu mungesa e sulmuesit Benjamin Sheshko. Sa mund të shpresojmë në rezultat pozitiv në udhtim te Slovenia për asoj që kemi pa deri tash? Të bazohu në rezultatet e fundit Kosovës, besoj që edhe këtë ndeshje duhet pres, edhe në personalisht besoj që edhe gjithë publiku i Kosovar pret një rezultat pozitiv. Të e po onën taktike, disiplinën që ka pru trajneri Foda, mendoj që rrugës edhe besoj që është reale me prit një rezultat pozitiv edhe për shumë nga ndeshje pas ndeshje po ka ngritje cilësisë edhe të Kosova, po ka prurje treja, sistemi i trajnerit Foda po funksionon edhe mendoj që është i mirë se ardhen edhe një rezultat pozitiv prej kësaj ndeshje, pastaj presim ndeshjen në Kosovë dhe aty shpresojna rezultat pozitiv me Zvicrën. Edhe mira, po e shohim këto grumbullimet e fundit, sidomos tetori dhe nëntori, futbollistë që janë duke ardhur në grumbullimin, duke ardhur në formë të mirë, si Muriqi, si pjesa tjetër, gol, asist, pra është kriju një farë atmosfere e mirë. Po, është diçka pozitive sepse jep vetë besim gjithë lojtarëve më shumë edhe mos harrojmë edhe tash rikthimi i kapitenit Amir Ramoni edhe i Zhegrovës, është i rikthimi i minutave te Zhegrovës, domethënë sepse 10 short pas një lëndimi të gjatë është diçka pozitive për gjithë ne, ndihen cilësitë e tyre dhe besoj që ka më ndikuar edhe në motivimin edhe vetbesimin e ekipës edhe shpresojmë që të kenë rezultate pozitive edhe vazhdojmë të ndrojmë për botrorin. Edhe fundit për jashtë futbollit, ai Zera ja ka ndonjë hobi ose a ngon muzikë, a përcjell filma?
Në realisht mas shumë di këshyri futbol, po Edhe kur si në futbol. po futbol për cilë mas shumë po normal, na herë edhe kur shkojmë fosë përgatitore zakonisht kena ma shumë ku, me pse edhe po shkojna në përdhoma, aty më me përcjell ndaj film ose ndaj serial që është diçka më interesant që është e momentit i përcjellë, po më shumë me futboll. Falenderoj shumë për sonte. Ka qenë kënaqësi me bashkëbisedu edhe ju uroj sukses në vazhdim dritën, uroj që kaloni në fazën knockout. Faleminderit shumë edhe kënaqësia ime është të jem prezente.